Më 7 qershor, Arbnor Spahiu, ish polici i Kosovës, u arrestua nga autoritetet serbe në pikalimin kufitar Hungari-Serbi. Ai aktualisht pëmbahet në mas të paraburgimit atje, ndërkohë që familja e Spahiut ka angazhuar Arjanit Kocin si avokat mbrojtës. Për çka po akuzohet Spahiu nga autoritetet e Serbisë, për cilën vepër penale dhe si po trajtohet atje, do të bisedojmë në studio me avokatin Koci. Përshëndetje, zoti Koci. Përshëndetje. Atëherë, ju sa po jeni kthyer nga një vizitë që keni pas në Serbi, në Beograd, a keni arritur që të takoni ish policin tashmë të arrestuar dhe si po trajtohet ai? Nuk kam arrit të takoj, edhe është procedurë normale për shkak se nuk jam i licencuar si avokat. Oficeri ndërlidhes apo ambasadori i Kosovës në Beograd, zoti Jetesh, e ka bërë kërkesën, unë besoj që shumë shpejt ja japin kërkesën, deri tani nuk ka pas pengesë për vizitat të paraburgosurve, atë burgosurve. Unë vazhdimisht qarkulloj në Beograd, vazhdimisht udhtoj në Beograd, kam edhe miq shumë të atje, por edhe kam pas kontakte me autoritetet serbe për raste ndryshme në cilësinë e avokatit, por me herën e fundit tash e tutje nuk po e ndij veten shumë komod për shkak të mënyrës se si është arsyetuar e mbi të gjitha për shkak të arsyetimit që kanë bërë lidhur me ndalimin e ish policit, i cili aktualisht është tash në masën e paraburgimit. Ju nuk e keni taku, do thotë, jo, unë nuk e kam takuar. A e ka taku avokati serb që është caktuar nga Avokati serb, sipas detyrës zyrtare, e ka takuar edhe më ka thënë se çdo gjë është në rregull me të. Do thotë është një procedurë normale, që e kalon çdo i paraburgosur. Gjendja e tij si po trajtohet? Gjenda e tij është shumë e mirë, ai po trajtohet si çdo i paraburgosur tjetër, pra nuk në atë drejtim nuk ka asnjë vrejtje. Vrejtja është mënyra se si është arrestuar. Mënyra si është ndaluar e mbi gjitha vrejtja është arsyetimin që e kanë bërë në kallëzimin penal BIA, pra organi i sigurisë dhe informacioneve të Serbisë. Me të vërtet një arsyetim që nuk ka kurfar logjike, aty ai paraqitet si snajperist, ai snajperin kur nuk e ka prek me dorë. Ai është një polic i ri edhe ka qenë shumë i ri edhe në atë njësitin special. Ai ka qenë një polic i thjeshtë, kur ka kaluar njësitin special pas një kohë të shkurt e ka lëshu policin edhe ka shku bashkim familjar ka bërë në Gjermani, kërkesën e ka bërë me 1 tetor të vitit 2022, ndërsa ju ka aprovu me 1 nëntor të vitit 2022 dhe prej vitit 1 nëntor 2022 ai fare nuk është në Tash 3 vite pra s'është pjesë e policisë. Në bazë të deklarimeve të prokurorisë serbe thuhet që ai akuzohet për një vrasje të rëndë në Banjsk të Kosovës. Çfarë pretendimesh? Si arsyeton këto pretendime në atë akuzë? Prej kallëzimit penal ka shumë pa logjikshmëri. Ai akuzohet sipas nenit 114 paragrafi 1.11 të ligjit penal të Serbisë, pra kanë krivični zakonik Serbije. Ju e dini si ka ndodhur rasti i ashtu quajtur Banjska. 24 shtator 2023. Një grup i terroristëve e kanë sulmu policinë. Ai grup ka qenë kryer me Radojqiqin, pra është deklaruar dhe keni pa ju gjithë pamjet. Pasi që ka ndodhur sulmin polici, është vrarë polici Afrim Bunjaku, tani është shpall heroj në Kosovë, atëherë janë mobilizu njësitet policore për me i neutralizu sulmust, për me i neutralizu terroristat. Edhe aty ka fillu shkëmbimi me armë, kam fillu realisht një mini luft, ashtu si që kemi pa në televizion. Tash, prej medjave kom pa që ka fillu një procedim penal ndaj Radojqiqit në Serbi. Pra edhe Serbia e ka konsideru që ky ka kryer një vepër penale. Edhe ai ka pranu. Edhe ai e ka pranu. Udhëheqjen e sulmit. Për atë rast, ky polic akuzohet për vrasje të trefisht. Pra këtu nuk ka logjik. Pra përmendet rasti Banjska 2023 në përmenden akuzën për 3 persona, 3 serb të vdekur. Edhe ndërlidhen situatat. Pra këtu janë 2 pa logjikshmëri. Nëse policia konsiderohet policia e Kosovës si policia e cila i ka vrarë 3 veta, atëherë pse është procedu penalisht Radojqiqi? E dyta, a janë përgjegjës se këtu që e pashën këtu do t'jenë gjitha njësitët që kanë marrë pjesë atë ditë në neutralizimin e terroristëve, sipas Serbisë, ata do të procedohen penalisht. Tash, a është kjo organizume prej Serbisë, me qenë se
procedon policët kosovara, çka është në pyetje, unë me vërtet s'po kuptoj. A keni pas qasin kallëzimin penal që ka ndërtuar? Po, e kam lexuar kallëzimin penal është shumë i shkurt, shumë i pa arsyetuar, veç thjesht janë fjalë pa mbështetura me prova, thotë është snajperist, edhe ishte dasht, meqense është snajperist, ishte dasht me provu që është snajperist, bara e provave, onus probandi është në anën e atij që pretendon procedurë penale. Nuk ka, ndoshta ma vonë mund të ketë. Kur thoni që është i thirrë, zotri Kusi, do thotë nuk ka specifika as për vrasjen që akuzohet, për datën e vrasjes, për personat. Përmenden data, natyrisht se përmenden data, po nuk mbështetet me prova, nuk isha hi shumë detaje në këto. Por është i ndërlidhur me rastin Banjska, edhe janë përmendur emrat e 3 serbëve të vrarë. Në rastin Banjska me 24. Po këto tash është problemi një që a krejt policë që kanë marrë pjesë në atë aksion do të procedohen penalisht sipas Serbisë, dhe dyta ky policë, meqense nuk dyshohet për kurrë tjetër, po veç për atë ditë, ky është dashur me vërtetu a ka qenë policë ajo. Ky e ka lshu policinë, jeton në Gjermani, e ka vizën e punësh në Gjermani, edhe kem qu provat bollshme madje gjatë kontakteve që kom pas me ishe prorët e tim. Policia më ka dhënë dokumentet bollshme, unë e gjeta një dokument që para se me ja aprovu dorëheqjen vitin 2022, ky kishte pas edhe 3 ditë diçka të pashfrytzuar atë pushimit vjetor. Edhe ato ja dërgova përmes avokatit serb, prokurorisë serbe. Unë shpresoj që javën tjetër do të ketë sukses kjo ankesë. Nëse jo, atër me të vërtetë unë mendoj që kjo e ka një konotacion politik. Para se dalim ndoshta pak detajet e ankesa, ka kalu më herët ky ish polic nëpër Serbi që të vjen në Kosovë sa nacionalistë? Jo, kjo është hera parë që kalon nëpër Serbi, zakonisht ka fluturuar me aeroplan. Zakonisht e ka përdorur aeroplanin, këtë herë kanë menduar me kursy pak. Holla është me autobus shumë malet, pra një arsye krejtësisht njerëzore, ka qenë me bashkëshortën e vet, janë të martuar, dytë janë të ri, edhe i ka ndodhur kjo që i ka ndodhur. Kur thatë që nëse ky polic është zënë dhe akuzohet për rastin Banjska, dhe thatë që i bie dhe policë të tjerë që kanë marrë pjesë në atë aksion mund të jenë në lupën e autoriteteve të Serbisë, a përmendën emra të tjerë që mund të konsiderohen nga autoritetet serbe si bashkëfajtor në këtë vrasje bashkë me zotrin Spahiu? Në fakt aty në kallëzim penal është edhe një moment shumë interesant ku përmenden emrat e 5-6 personave, të cilat në këtë fazë konsiderohen si dëshmitar. Edhe në emën të marrjes në pyetje të dëshmitarëve, prokuroria kërkon paraburgim. Thot, për shkak se duhet të merren. I bie që janë marrë në pyetje ata persona? Jo, e bie që duhet të merren në pyetje tash. Nëse janë çata dëshmitar që janë përmend emrat aty, nëse mendon ata dëshmitar, ata janë krejt ish kolekt e Arbënorit, dhe ata janë në Kosovë, unë nuk e di në çfarë forme ata mendojnë që do t'i marrin dëshmitar, dhe si mund të jetë kjo arsyetim për ky Mehmet në paraburgim kur ata janë në Kosovë, dhe është fakt notor që me kërkesë të Serbisë ata nuk vinë me dëshmu. Pra i bie që për dëshmitar i ka 5 polic aktuale në Kosovë. Disa, nuk e di numrin e saktë, disa polic, unë i pash emrat, u interesova kush janë, se unë nuk e njoh, as Arbënorit nuk e njoh. I njoftuat autoritetet Kosovë? Jo, nuk kam arsye me njoftu autoritetet Kosovare. Në këtë komunikimin që thatë se keni pas me policinë? Unë komunikimin tim e kam strikt profesional, më kanë nevojit dokumentat, mi kanë dhënë dokumentat, komunikoj me maila dhe strikt kufizona në punën time. Nga i ka marrë Serbia, zotri Kosi, sipas jush këto informata? Nuk po du me spekulu, po kjo nuk është edhe ndonjë problem. Ju e keni pa që para një jave një ish pjesëtar i policisë Kosovës, i nacionalitetit serb, e ka pranu fajsin para gjykatës Kosovë që ka punu për bijen serbe. Para një jave ka ndodhur kjo. Nuk du me spekulu, po nuk është kjo ndonjë problem i madh shumë me i marrë këto dokumenta, po në shërbimet vazhdimisht këtë punë kanë, ata punë tjetër nuk kanë. Nëpërmjet kanaleve të shërbimit sekret, mendoni që kanë? Po nuk e di, nuk du me spekulu në atë drejtim, po i kanë marrë. Ndërsi, po me qenë se kallëzimi penal i ka bo bija serbe, atër po supozoj që kjo është lëndë e tyme, themi, kushtimisht. Tek çështja e ankesës për masën e paraburgimit, a mund të na sqaroni ndoshta pak a shumë çka jeni ankuar dhe çfarë rezultati presni? Shifeni, ankesa gjithmonë bëhet në drejtim të pretendimeve që ka prokuroria për me e mbajtën paraburgim. Thuhet si Arbënori
ditën kur ka ndodhur rasti Banjska ka qenë pjesëtari i njësitit special, Arnori 1 vjet gati përpara e ka çu policinë. Kjo është prova e parë kem çu shumë dokumenta që ai nuk është pjesë e policisë. Pastaj do të sulmohet edhe pretendimi i prokurorisë se duhet të dëgjon dëshmitar, si dëshmitar. Për çfarë dëshmitare kemi fjalën, a për ata dëshmitar që përmenden aty? E dyta, nëse ish kolegët e vet janë dëshmitar, atëherë si është e mundur dikush me qenë dëshmitar, dikush me qenë i dyshuar në një proces që ka qenë bashkë. Mbi të gjitha, pa le anash Arnorin. Pra, nuk kam dilemë më të vogël që Arnori ka qenë, që s'ka qenë atë ditë, po nëse Serbia për çdo policë që ka marrë pjesë atë ditë në neutralizimin e sulmit terrorist, e konsideron se dyshuar, atëherë kemi na problem shumë serioz në këtë punë. Apo i mbështet aksionin terrorist, çka është në pyetje? Është krejt kjo ngjarje është e çuditshme. Këtë epizoda e arrestimit të tij. Ku mbahet aktualisht zuri Spahi, sepse kishte disa lëvizje nga vendi i arrestimit? Ka qenë fillim kanish, ato janë krejt procedura normale. Qendra ndalimit është me një vend, pastaj paraburgimi, tash aktualisht është në Subotic. Nuk kam asnjë vërejtje sa i përket procedurave teknike, pra as nuk maltretohet, as nuk i bëhet presion, ushqet me rregull, mjeku ka shku e ka vizitu, do thotë na drejtim është çdo gjë në rregull. Ka pas komunikim me familjen? Me familjen ka pas për arsye strategjike të ankesës, unë ju kom sugjeru njerë mos mu taku. As komunikim me telefon? Po, unë besoj që daja e ti ka shku me vizitu, po nuk është problem, pra nuk ka pengesa. Ka shku nga Kosova, daja e ti? Nuk ka asnjë problem në komunikim edhe në zbatim të ligjit për çështje teknike. Pra, problemin e kam mënyra që është arrestu, edhe mënyra si po mbahet dhe arsyetimi që është bërë. Përndryshe këto çështje teknike absolutisht nuk i shkelet asnjë drejt. Ministria tha që në kërkesën e saj për leje në vizitë bashkë me zotrin Jetish Jashari, udhëheqësi i zyrës ndërlidhëse të Kosovës në Beograd, ka paraparë që dhe t'ju bashkë me të takoni. Mendoni që do t'u jepet leja të dyve? Unë nuk kam kërku leje, pse nuk po du me pru vetën situatë me më refuzu, se e di që me qenë se nuk jam avokat i licencuar, nuk ka nevojë me ardha në situatë me na refuzu, mjafton ambasadori Jetish me shku me pa, edhe unë jam mbështetje profesionale e mbikëqyri ankesën, edhe i siguroj gjitha provat e mundshme të cilat i kemi në dispozicion. Besoj që ka provat bollshme me bind gjykatën Serbi se ky nuk ka qenë pjesë e policisë në kohën kur ka ndodhur rasti Banjska. A pritet javën tjetër një përgjigje për ankesën juaj si mbrojtje dhe çka mund të jenë hapat e ardhshëm ligjor, a mund të nis procesi gjyqësor apo si pritet? Në këtë fazë nuk ka indikacione se mund të nis shpejt procesi ligjor. Unë besoj që do ta kuptojnë ata që ky nuk ka qenë, nëse nuk është kjo pjesë e ndonjë loje politike, për shkak se ngjarjeve që po ndodhin shumë në Kosovë. Atëherë ky është dashur shumë shpejt me u liru. Nëse nuk lirohet tash, atëherë me të vërtet ka me qenë problem edhe vetë drejtësia sërbe me arsyetu a ka qenë, si ka qenë, pse thot që është snajperist, ku janë provat që ka qenë snajperist, pra absolutisht është e papranueshme kështu në këtë formë me bajt pretendime e mos më mbështet. E unë e di sigurt, e kom shku edhe kom konfirmu, ai nuk ka qenë snajperist, për me qenë snajperist i duhesh mas pari me pas pak ma shumë përvojë në njësi speciale, e dyta duhet njëherë me pas një trajnim. Atëherë me marë titullin e snajperistit, nuk mundet polici i ri me njerë mu bo snajperist, plus janë ata të zgjedhur, që nuk është gjithkush për snajper. Për dy pyetjet e fundit, zotri Koci, keni qenë kritik në fillim të kësaj ngjarje të arrestimit të tij për mos reagimin e institucioneve dhe krerëve në Kosovë, kanë pasu më pas reagimet, por në krejt këtë situatë, çka mund të bëjë shteti i Kosovës për t'i liruar një shtet as saj në Serbi? Me qenë se unë mendoj që këtu ka elemente të arrestimit politik, pra nuk kanë ata fare interes në arbënorin si arbënor, si individ. Kjo është, atër unë s'pari kom kërku reagim prej shtetit tanë, se shteti natyrisht do të më interesu
për qytetarin e vetë, edhe po e thëmë, une personalisht e kom përshtypjen që na jemi Kosovarët, jemi qytetarët më diskriminum në Evropë. Mos me thonë në botë, po në Evropë, s'pari kemi shtetin ashtu si e kemi, jo shumë të fortë, nuk po du me thonë ndop, jo shumë fort. E dyta kom përshtypja edhe që nuk intereson shteti aq për neve sa duhet, ose mundet edhe ma tepër. Keni qenë kritik? Edhe kom qenë kritik, me reagu me një herë, edhe eventualisht nëse kjo kështu vazhdon dhe nëse ka indikacione që është qarta, që është përndjekje politike, atër më ndërprej gjitha lloj bisedimet me Serbinë edhe më marrë me raste konkrete, më marrë me këtë rast njëherë e pastaj me vazhdu. Është me të vërtet është koha funit, dy shtetet më marrë vesh njëherë që s'paku qytetarët e thjesht le të përjashtojnë nga këto lojna politike. Unë jam i bindun që lojnat e shërbimeve. Pasi është nuk mjafton thirrja institucionale, sidomos e policisë, për policët dhe të tjerët që të mos kalojnë për Serbi. Unë po mendoj që kjo është një logjik defetiste. Në lojnat e shërbimeve, lojnat politike nuk përfundojnë kur, po s'paku këto dy shtete duhet mu përmbajt edhe qytetarët e thjesht me lën jashtë, me lën lirë, me qarkullu shqiptarët në për Serbi, sërbë në për Kosovë, edhe me vazhdu. Unë e di tash kom informacion që nishi, rrethina nishit për me shku 0 për shkakun. Malzi pa e përdorin Kosovën si tranzit, se është rruga mirë, autostrada mirë, edhe i mirë presim na, do të thotë që të misardhën. Po nuk absolutisht për moshte pa pranueshme një qytetar i thjeshtë i cili nuk është i përfshim këto, sa ne me qenë, të themi, kurban i këtymve mosmarrveshjeve politike. Prandaj Kosova besoj që një herë duhet më ndalë, me kërku një herë këto çështje mos me ndodh, atër me vazhdu për çështje qoftë edhe natyrës ma teknike të moshme. Nuk mundet qytetari i Kosovës me pas probleme peripeti në për Serbi e na me vazhdu për çështje madhore politika me fol me veti. Merrem me fatin e qytetarit thjesht, i zgjedhim këto probleme dhe vazhdojmë një nga një me i zgjedh problemet. Faleminderit shumë për kohën, zotri Koci. Faleminderit juve. Ishte kjo pra një intervistë me Arjanit Kocin, avokat i angazhuar nga familja Arnor Spahiut, i cili po mbahet në paraburgim në Serbi në akuzën për vrasje të rëndë në Banjsk.